Pas të gjetjeve të fundit edhe disa përvojave të mëhershme që kemi pas dhe i kemi implementu disa projekte me Ballkanin Perëndimor, me UTAKSON që kemi pas një konferencë edhe disa hulumtimeve që janë zhvilluar, Kosova ka shumë nevojë për edukimin mediatik edhe tani më them fatmirësisht, Nordikët, ambasadat nordike, bashkë me Këshillin Nordik të Ministrave që janë financues të këtij projekti, kërkuan një bashkëpunim prej neve si organizat për me fillu me implementu këtë projekt në komponentën e arsimit, është fjala. Edhe po kthena prapë te pyetja jote, ka shumë nevojë. Sot nxënësit janë shumë pak kritik rreth informacioneve që i marrin në internet, në rrjete sociale. Kështu që ideja kryesore krejt kësaj ka qenë që me ndërtu dhe me zhvillu kapacitete si te nxënësit, por gjithashtu edhe te mësimdhënësit.